Prej gati 4 ditësh, banorët në Velipoj të Shkodrës kanë ngritur në protestë lidhur me një resort që po ndërtohet nga Bashkimi Ulaj. Për të folur mbi këtë protestë dhe çfarë duhet bërë realisht nga, po themi, oligarku, le të themi, a duhet ndëgjuar zëri i banorëve dhe çfarë kërkojnë banorët, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Nduje Pjetra. Zoti Pjetra, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Zoti Pjetër, besoj se i ke ndjekur përplasjet e policisë me banorët e kësaj zone. Si u duket situata dhe a duhen dëgjuar zëri i banorëve? Atëherë në emër të shoqatës Avokatëve Antikorrupsion kemi ndërmarrë dhe janë klienta të kësaj shoqate. Jemi vënë në dispozicion të gjitha veprimeve të kryera në kundërshtim me ligjin. Dhe kjo ngjarje ka fillu edhe një herë vjet në të njëjtën kohë, kur ata donin të hynin, banin punime pa leje, pa asnjë gjë. Me një herë personat ju drejtuan Spakut dhe Spaku ja kaloi çështjen për hetime Shkodrës, e cila po vazhdon hetimet. Çuditërisht, ata pas një viti fillojnë përsëri dhe pretendojnë se kanë marrë një leje ndërtimi për një resort. Por çfarë ndryshimi ka resorti me investitor strategjik, kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë të gjithë. Pra bëhet fjalë për një resort privat, pra mekanizmi është thjesht në rrugën private, jo në rrugën shtetërore që të ketë një mbështetje ligjore nga shteti. Pra, kjo është një mosmarrveshje në mes të palëve dhe nuk ka pse hyn as policia dhe as kusht tjetër, vetëm nëse ka probleme. Zgjidhjen e këtyre problemeve janë më natyrës civile dhe nuk kanë pas nevojë fare që policia të vetë në shërbim të oligarkëve. Tani, të flasim realitetin, pra firma në të cilën ka marrë lejen për resort nga pikpamja ligjore është e ligjshme. Sepse dikush tjetër nëpërmjet falsifikimeve, pra ka marrë pronësinë e këtyre banorëve. Çka do thotë që ky ja ka shit kompanisë këtë pasuri dhe kompania në vetvete është e ligjshme, por veprimet e saj për të ndërtuar një resort në Velipoj pa patur lejen e zbardhur nuk mund të ndërhynte. Ne ishim dje, i thame që nuk mund të punoni, kërkume personelin e kompanisë, nuk erdhi asnjëri, kërkume shefin e policisë ose dikën të policisë, nuk u paraqit asnjë person, pra u kuptu se gjitha veprimet ishin kundërshtim me ligjin. Morën 50 qytetarë aty, i çunë në komisariat dhe i majtën, edhe mbajtja atyre është jashtëligjshme, sepse nuk mund të shoqërohet kush mbi 5 orë. Dhe ata i mbajtën edhe 10 orë, pra dhe 5 tjera më shumë. Për këtë kemi vënë ndjeni me një herë institucionet, kemi vënë AMP-n, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, Drejtorinë Vendore të Policisë, IKMT-n, IMT-n, Bashkinë Shkodër, Ministrinë e Mjedisit e gjithë institucionet për ta inspektuar me një herë këtë rast. Dhe asnjë nuk është marrë me rastin. Sot ka pas përsëri përplasje dhe janë shumë të dhunshme. Policia nuk ka pse ndërhyn dhe të shtyp banorët në tokat e tyre, pavarësisht se letrat janë marrë në rrugë korruptive me gjyqtar të korruptuar, pavarësisht se në ata 3 gjyqtar njëri u vran në sallën e gjyqit dhe tjetri u largu nga vetingu, tjetra vazhdon në gjykatën e lartë sot. Por këto veprime janë veprime skandaloze para syve të një shteti i cili pretendon që të hyjë edhe në Europë. Unë ju thash edhe dje dhe po asaroj gjithë opinionin lidhur me këtë fakt, se ne nuk e pengojmë atë nëse ai ka dokumentat e rregullta. I kemi kërkuar që të vinë IKMT-ja dhe IMT-ja të konfirmojnë që punimet janë të ligjshme dhe banorët largohen, nuk kanë asnjë problem me aty dhe do ta vazhdojnë me gjyq. Por ama këta donë të bëjnë faktin në të kundërt, të fillojnë ndërtimin, ma ne të arrijmë në konkluzionin që jemi të ligjshëm tashmë. Dhe për këtë arsye,
nesër në orën 10, të gjithë banorët e asaj zone do jenë në SPAK, nuk mund të them se çfarë do ndodh, sepse janë shumë të revoltuar. Revoltimi ka ardhur si rezultat i SPAK-ut e cila e anashkaloi hetimin lidhur me gjyqtarët dhe me situatën, dhe ja që i Shkodrës, por i tha dhe Shkodrës në qoftë se do hasni që vepra penale për cilën akuzohet i përket SPAK-ut, duhet ta dërgonin SPAK. Ne i kërkume edhe prokurisë Shkodrës që dosjen ta kthejnë me njëherë në SPAK dhe të fillojnë hetimet. Të bllokohet ajo vendimi që është dhënë për ndërtimin nëse është, sepse deri tani nuk kemi asnjë leje ndërtimi të publikuar. Për këtë arsye, banorët kanë të drejtë më rritu. Avokat, çfarë kërkojnë banorët? Pra thjesht kërkojnë që të kuptojnë nëse është e lishme, po themi, ndërtimi i resortit, apo kërkojnë dhe dëmshpërblim se ndoshta kanë tokat aty? Tani banorët janë në gjyqje dhe po vazhdojnë procesin gjyqësor për t'ia prish pronarit më parshëm Fatmir Shpellza dhe për ta marrë për vete sipas ligjeve. Pra Fatmir Shpellza ka marrë tokat e të parëve tyne, ka marrë tokat me 7.500 në vendimet pa drejta të gjykatës. Dhe këto vendime i kanë dhënë rezultat pra kompanisë e cila po bën ndërtimin. Po si rregulla, duhet të fillojnë po themi ndërtimi në momentin që palët janë në gjyq? Si rregull duhet merren masat me njëhershme, të arrestohen personat përgjegjës, sepse nuk mund të bëjnë vetëgjyqësi ata, të shkojnë në tokat e tyre me një letër falso, dhe në këtë moment SPAK-u menoi që duhet ta marrin bashkimullën, Fatmir Shpellzën, edhe gjithë ata të tjerët që i kanë dhënë favorizime këtyre. Të hetojnë të kujat janë ato pronësi tokash, sepse në ato pronësi tokash janë pronarë edhe gjyqtar që kanë dhënë vendimet e mëparshme. Avokat, përveç se do shkonin në SPAK nesër, pra banorët, cilët janë hapat të tjerë nëse SPAK-u nuk ju dëgjon siç ka bërë deri tani, le të themi? Jo, mendoj që SPAK-u do të veprojnë. E dyta, banorët nuk kanë shpresë tjetër, nuk kanë jetë tjetër dhe nuk u duhet gjë as jeta as atyre, as kërkuj kur vjen të merr pronën, i ka marrë shtëpiat që janë 100 vjeçare, ja kanë marrë këtyre banorëve. Dhe pa pikë turbit hezitojnë institucionet e shtetit. Nuk ka rëndësi se janë të lidhur me politikën, bashkimula, ja, kastrati, ai tjetri me radhë, por duhet që nëse nuk funksionon ligji, do funksionojnë kanuni. Avokata, ka shumë shtëpia që janë marrë nga për ndërtimin e resortit, pra sa banor preken? Rreth 50 familje. Po janë të ndame në 4 trungje. Ata kanë lind aty, baba i tyre ka lind aty, gjyshi ka lindur aty dhe këta thonë është toka jonë. Sepse kanë gjetë një varr atje, thonë është varr muslimansh, që as nuk është hap, as nuk është pa, dhe aq më tepër që gjykata i thotë me qenë se nuk e kërkoi kush, po ja jap ty, thotë zoti Fatmir Shpellza. Avokat, po ndaj po themi bashkimi ule që po ndërton resortin, janë marrë veprime ligjore, keni bërë pa di ndaj tij apo? Janë dërguar gjitha kallëzime penale, kërkesë pa di, janë tash 8 vite në gjyq. Dhe qytetarët kanë 8 vite që kërkojnë pasurinë. Në vitin 2019, pra hyn vet Fatmir Shpellza dhe për një vit bëhet pronar në tokat e tyre, të cilët kishin pronën e vjetër, vendimet e gjykatës dhe fshiheshin nga punojësit e administratës. Zoti Pjetër, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.